Ndryshimet klimatike dhe lëvizjet e vazhdueshme të temperaturave kanë ndikuar ndjeshëm në bujqësinë vendore e veçanërisht në pemëtari. Ferit Fetaj, kultivues nga fshati Hereq, thotë se për shkak të kushteve jo të mira klimatike, disa lloje të pemëve janë dëmtuar. Llojet pemëve kanë prej më të ndryshmeve. Dikunja 1000 trupa janë prodhim autokton shumica të vjetra, ka kumull autoktone vjetër, janë mollat prej llojeve më të ndryshme. Temperaturat kanë kriju shumë probleme këtë vit, i kanë shkatërruar gati tërësisht, kanë ndiku negativisht edhe për vitin e ardhshëm. Kjo një punë e madhe gjatë gjithë kohës, duke filluar prej ditëve më të hershme pranverës, me kitje, me trajtim që duhet për mollën gjatë gjithë vitit, edhe na ka shqetësu pak se po duhet një kontribut i madh gjatë tanë kohës për me përfitu diçka, si jetemi në zero në këtë drejtim. Pemëtari Fetaj gjithashtu thotë se përkundër vështirësive, kjo veprimtari të sjell edhe të ardhura të mira financiare, por e nevojshme do të ishte përkrahja institucionale. Përfitimi nuk është edhe i dopt, po ka nevojë njëri edhe ndoshta edhe me pas edhe një ndihmës prej kuvendit komunal edhe prej ministrisë bujqësisë. Ndihma kishte me qenë për shembull te ujitja. Shumica këtu në fshatin ton janë afër 100 hektar tokë, deri në 200 klasit parë, një kanal i ujitjes mungon shumë. Edhe për ata njerëz po hezitojnë edhe me punu se kur s'ka ujitje ato shkojnë dom gjatë gjithë temperaturat e mëdha gjatë verës e vështirësojnë kultivimin e tyre me pas prodhim sa më cilësor. Bazuar në temperaturat e këtyre ditëve, pemëtari Fetaj thotë se nuk presim rendimente atë sa kemi planifikuar.